E ka përmend Imam Ibn Rejebi në librin e tij Tabaqatul Hanabila. Është një libër që flet për breznit e dietarëve Hambeli. Dhe a përmend emrin ai, thot, e ka marrë emrin vetëm për të kuptuar që ngjarja është një ngjarje reale dhe vërtet. Thot El Qadhi Abu Bekr ibn Muhammad Abdul Baqi ibn Muhammad El Bazzaz El Ansari. Ky është emri i personit që i ka ndodhur ngjarja. Ky tregon për veten e tij tani, nuk është histori që e ka thonë dikush, tregon për veten e tij. Imam Ibn Rejebi e tregon me zinxhir transmetimi, me hallka transmetuesish deri te ky person dhe ky tregon për veten e tij. Thot isha në Mekë, thot për çejf tim kur i thon, ka adhuru Zotin sunet atje. Thot gjeta një bokshe të qëndisur bukur me fije të shëndritshme dhe në atë bokshe thot ishte një diamant i kuq. Prej gjëve më të veçanta thot që më kanë parë ndonjëherë sytë e mi. E mora thot, thash, i ka dikujt diçka haxhi, si bite me një kujt që po fleti, thot e çova në shtëpi, thot e fsheha, ose aty ku po rria, e fsheha dhe dola në pazar, dola dhe i herë jashtë. Kur dola jashtë, thot shoh një burr që thoshte, kush ka gjet një, si thashun bokshe, si quhet kjo, e vogla, që futën gjëra që kanë pas fut nonat. Thot kush e ka gjet një kështu me fjalë, kush e ka gjet, thot se aty ka thot një gjë shumë të shtrenjtë. Thot ky tani. Thot rasti thot për të fituar shumë. Rasti për të fituar shumë. Ndërkohë që ai thoshte kush e ka gjet asnjë s'fliste se ky që e kishte gjetë ishte duke dëgju. Ai pastaj herën e tretë, le themi tha, se kush e ka gjet do të jap 500 dinar. 500 dinar shumëzohet 1 dinar me 2.45 gram, florin 24 karatësh. Afërsisht 1 kg 200 gram, florin 24 karatësh. Kush e ka gjet tha se do i bëj dhurat 500 dinar. I thash, e kam gjet unë. U habitaj, ku e ke tha, hajde me mu. E çova thot në shtëpi, e nxorra dhe ja dhash. Jo, thot, e pyeta si ishte, kështu, çfarë kishte, lidh se si kishte. Kështu, i përmeni cilësit si që kisha parë unë. Ja dhash. Nxori tha 500 dinar me mi dhon. I thash nuk i marr. Tha nuk e di, tha i thash kështu, i thash, tha nuk i marr. Thash me veten time, inshallah, Zoti do të ma kompensoj në një formë tjetër. Dhe kalon ditët, vazhdova jetën time. Mu desh televizja thot për një tregti, e hypja anijes. Dallgë u bën nami për plaset anija me ishull thot, cop, shpëtoj unë thot në atë vend. Ishull ose ka dishull? Atje thot ishte i xhami. Qetësi, ishte mëngjes herët, njerëzit as kanë parë gjë, si ishin çu me dal. Ku shofi njerëzit një anije të shkatruar, edhe një që kishte shpëtuar dhe po lexonte Kur'an. Ishte ky. Tha po ti lexon Kur'an, ne kemi nevojë për një imam xhamiet në udhëhet tjerë, thot, kur më pan thot që shkruajsha dhe lexojsha, do të bëj mësues, e rëndësishme u kënaqën njerëzit, fillova thot atje, kur krijon thot besim tek unë, dhe më pan, domethënë që po e bësha detyrën ashtu siç duhet, më than, ne si zonë dum të nderojmë me të martu me një jetime. Thash tha, me veten time shpresë për të kthyer mua ne, unë nuk e di se ku jam, hala nuk jam orientuar ashtu siç duhet, kështu që po martohem. Thash po. Më çojnë thot tek një gocë e cila ishte jetime. E në qafën e saj thot ishte lidh thot një gjerdan dhe në fund të gjerdanit ishte diamanti i kuq që unë pa ta gjetë në Mekë. E goca rinte përpara tha dhe unë risha nga krau këtej, e sytë e mi tha ngelen tek diamanti i kuq. Ata njerëzit sikur më zgjum thon or hoj si më thon or zotni, po shife fytyrën e gocës, ngelen syt tek gjerdan, sikur po ke synim pasunin. Tha jo, më ja thasht i muhabet i gjatë. Tha ky është muhabet i vjetër. Tha
Thanë ata, nuk e plotësojmë këtë muhabet, pa na tregu që është ky muhabet. Thotë dhe ja tregova historinë. Ata thanë, kjo vajza është bia e atij njeriu, atij burri. Jati i saj ka vdek, kalon pasuni të madhe pafund, dhe ne mendojshim ku mund gjejmë ne një njeri të denj për t'ia dhënë këtë gocë të mirë e kaq pasunike. Ndërsa jati vetë thoshte, tani njerëzit po flasin. Kam shku në Mekë, më ka ndodhur filon ngjarje, unë nuk besoj se mund të ketë musliman më të mirë sa ai burr. Nuk besoj se ka në botë musliman vërtet, përveç atij burri, thoshte ky burri përpara se të ndronte jetë. E Zoti i Madh e ktheu prap, e dha prap, e dha gjitha pasuninë, gjitha gjonat e tjera. Ky është amaneti. Kjo është mirësia dhe bekimi i amanetit. Përndryshe, se njerëzit besojnë diçka dhe ti e tradhton atë, edhe nëse u ahet, edhe nëse nuk ta kapin, do t'ja shofësh pasojat këtu në këtë botë para ahiretit.